Po vazhdojnë punimet në bypassin e Vushtrisë, i cili ishte thënë se do të përfundohet në shkurt të këtij viti. Edhe pse me vonesë, kompania ka vazhduar punimet në këtë segment shumë të rëndësishëm të magjistrales Mitrovica-Prishtinë. Nga pamjet shihet se ka përparim në punime, ku po hidhet vazhdimisht zhavor në trasenë e bypassit. Punime po kryen edhe në disa ura që kalojnë mbi rrugë, të cilat lidhin rrugët e fshatrave nga Kuxar pranë magjistralja. Edhe pse po kryen punime, duket ende larg përfundimi i bypassit që mundson mënjanimin e futjes në zonën e qytetit të Vushtrisë. Ky bypass pritet që të shkarkojë komunikacionin dhe të largojë kolonat që prej shumë vitesh janë rutinë në hyrje të Vushtrisë. Kujtojmë se qeveria në shkurt të vitit 2024 i dha tenderin një kompanie me kontratë 2 vjeçare, mirë po me kushtin që punët kryen për 1 vit dhe në vitin e dytë të mbesin vetëm punët anësore. Por kompania s'ka arritur të përmbush planin dinamik të punës që rruga të kryet brenda 1 viti.